Përshëndetje shenjë dashit, ja ku jemi përsëri Zodiac Oracle. Kjo është java jonë e bukur e re, them e bukur sepse të paktën nga aspekti astrologjik është goxha interesante si javë dhe sjell goxha mundësi fitimi, përfitimi, vështirësi me cilat përballemi, po quaj gjejmanën edhe i zgjidhim, sido që të jetë ekonomiko-financiarisht 1, personalisht dhe profesionalisht 2, dhe përsa i përket çështjeve studimore, por edhe çështjeve që lidhen me që kanë një natyrë ligjore të paktën, duket se gjejnë zgjidhje, kështu që do mundohemi të gjithë të përfitojmë. Tani për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 për gjithë analizën që po them, që do ta bëjmë edhe po mundohemi ta bëjmë video të posaçme. Mundohuni gjeni në YouTube Zodiac Oracle në parashikimet e muajit. Tani përsa i përket ditës së hënë, e thash, kjo i jap për ju të paktën, për pjesën më të madhe prej jush, me sa duket nesër dita, ju jep mundësinë të mbyllni një herë për gjithmonë një kapitull të vështirë të jetës tuaj. Kjo mund të jetë fal individëve që i largoni herë mirë nga jeta juaj, kjo mund të jetë fal situatave që i kuptoni për ato çka janë dhe i pranoni për ato çka janë, në fund e thoni boll, mjaft me kaq. Kjo ka të bëjë me veten tuaj ama, të tipit nuk dua më, nuk pranoj më të jem ajo çka kam qenë deri më sot. Dua të ndryshoj. Mbarova, kaq kisha për të dhënë, kaq kisha për të ofruar, boll isha i mirë, prej këtij tutje do më shohin ndryshe. Kështu që nesër dita një marrëdhënie personale mbaron. Një marrëdhënie profesionale mbaron. Një situatë ju tash ka lutur me të kaluarën përsëri merr fund këtu. Mund të jenë situata të cilat nisën që para një viti, diku aty nga nëntori një vit më përpara. Mund të jenë situata të cilat ka nisur 13 vite më përpara, po 7 vite më përpara. Varet se ku secili do e gjej vetë, varet se çfarë është duke mbyllur secili për së të jetë dita e nesërme, këtë gjë ju jep mundësinë të bëni. Tani në kushte të veçanta, sigurisht kjo letër tregon në qoftë se gjithmonë keni persona me vështirësi ose se me probleme shëndetësore, tregon edhe se mund të kemi një largim nga jeta e një personi. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju kërkon, sidomos juve meshkujve që përfaqësoni këtë shenjën e dashit, të merrni vendime të rëndësishme, vendime për çështjet tuaja personale, çfarë do bëni me një lidhje, me një marrëdhënie tuaj, çfarë do bëni me martesën tuaj. Janë vendime shumë të rëndësishme këto që duhet t'i kishit marrë që shumë kohë përpara, por me sa duket jeni ende në kohë. Kështu që uroj të veproni në kohë dhe të merrni pikërisht vendimet e duhura. Për juve femra do ju thosha kujdes, të kundërt të komplet e kësaj që po them për meshkujt, do thosha që kujdes, këtu jeni duke pritur shumë një mashkull që të pozicionohet, duhet të ishte pozicionuar, ende se ka bërë, nuk e shikoj arsyen përse ju ende duhet jeni duke pritur, apo pse gënjeni veten edhe mbani me shpresa, ndërkohë që kjo gjë s'ka për të ndodhur kurrë. Kështu që juve meshkujt jeni ende në komeni vendimet e duhura, juve femrat të kundërta. Jepini duart sepse nuk vlen më për asnjë gjë, kjo lidhje është e kotë. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur dhe e tillë është edhe në aspekti astrologjik, me thënë të drejtën. Për sa i përket kësaj dite, do themi që keni mundësinë vetë të zgjidhni problemet tuaja. Është ai momenti ku duhet të kuptosh se nuk ta ka fajin askush, nuk ta ka fajin asgjë. Vetë keni futur veten në çfarë lloji meseleje jeni duke kaluar secili prej jush, ose ndodheni secili prej jush, dhe ashtu sikurse hyt aty në atë valle dhe keni trequr zvarr deri tani, ashtu dhe keni mundësi të dilni vetë prej saj. Pra, gjithçka që ju keni pas një problem, si një blokesë, si një vështirësi, nuk ka qenë gjë tjetër vetë se një iluzion i krijuar pikë së pari në kokën tuaj. Pra, vetë keni mashtruar veten dhe vetë keni mbajtur në këtë lojë që normalisht as ju ka shërbyer dhe as ju ka ndihmuar të shkoni gjikundi. Manipulim që i keni bërë vetes, pra dhe që mbaron aty ditën e Mërkur. Përsa i përket ditës së Enjte, pra dita e Enjte ka të bëjë me kontrollin. E para njëherë duhet të themi që këtu, përsa i përket ditës së Enjte, duhet të themi që çfarëdo gjë ju lidh me çështje ligjore gjyqësore, administrative nëse e doni, por më tepër ligjore gjyqësore, atëre për çdo që vërtet ka gabuar, që ka bërë një gabim të madh dhe është munduar t'i shmanget apo t'ja hedhi drejtësisë, nuk do ja dali dot. Për të gjithë juve që keni qenë të manipuluar, të trysnuar, rastësisht dhe padrejtësisht të futur në një situatë të tillë, them se ja dilni të shpëtoni. Në total, përsa i përket kësaj dite, do ju thosha kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë manipulim, trysni, forcë e ushtruar mbi ju, persona që mundohen t'ju
nuk e di, t'ju kontrollojnë dhe mos t'ju lejojnë ta thoni të fjalën tuaj ashtu sikur se doni ja mos ta transmetoni të vërtetën ashtu si doni ju. Nëse në mënyrë të tillë do të ndjeni në çështje pune ose në ambientin e punës, atëherë vetë keni në dorë juve të jepni fund këtu, sikur se e thash, është një moment që duhet të kuptoni se e keni vetë forcën, asgjë nuk realisht asgjë nuk ju pengon. Dhe ashtu jemi të gjithë neve, po çati bësh jemi shumë të manipuluar për ta kuptuar ka gjë. Sidoqë që të jetë është një ditë e tillë që o e hani si themi në presionin dhe uleni kokën dhe vazhdoni, ose ngrini krye dhe shpëtoni. Por çështjet e tjera pastaj ligjore gjyqësore varet se si është janë secili, do marrë dhe pasojat e asaj gjë që ka, nuk e di, aty ku ka gabuar do paguaj. Tani përse i përket ditës së premte, dita e premte favorizon shumë financat. Dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me tregtinë, duket se ju ecën shumë mirë, kështu që investimet që i keni bërë në kohë të shkuar, marrëveshje të cilat ndoshta po i mbyllin tani dhe që kanë edhe këto një natyrë financiare brenda vetes së tyre, duket se ju ecën shumë mirë, dhe buni gati sepse tregtia në vazhdim duket sikur të paktën në aspekt ekonomiko-financiar ka për të shkuar shumë mirë. Për të gjithëve që keni kaluar vështirësi të ndryshme në jetën tuaj, le të themi se e fituat eksperiencën e nevojshme, jeni tashmë të ditur, nuk do gaboni më njësoj siç keni gabuar dhe jeni të lirë për të ecur përpara. Ne merrem me kurrent e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do të themi është e çuditshme, po më çudit fakti e kësaj gjë që po shoh sepse normalisht kjo do të ishte një javë goxha favorizuese edhe për ju, por këtu nuk mund të harrojmë faktin që juve të 10 ditë të parë për shembull, dhe sidomos juve të 10 ditë të dytë që do vi Saturni, madje ka hyrë Saturni në 10 ditën tuaj, atëherë çfarë tregon? Tregon që ja, domethënë është normale të përballeni me gjëra të tilla. Sidoqë të jetë janë turisti dhe vështirësi këto që vinë që t'ju shkundin vendin, t'ju japin të kuptoni se çfarë do të ndryshoni në jetën tuaj. Nëse sidoqë të jetë dita ashtu kërkon kujdes maksimal, sidomos prej armiqve të vjetër dhe gabimeve të vjetra që keni bërë dhe që mund t'ju dënojnë pikërisht tani. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e fitores së madhe. Këtu, për çështje që lidhen drejt për së drejti me shtetin, me autoritetin e shtetit, me zyra shtetërore, ose një çështje të tillë, pra me këtë lloj natyre, ose dhe një arritje shumë të madhe në përsa i përket karrierës tuaj dhe punës tuaj, duket se këtu ju pret një sukses shumë i madh. Pra e diela mbyllet me sukses, ndërkohë që ditët e tjera duan kujdes, ashtu siç i tham pra. Përshëndetje, po është në shenjën Demi, dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme pasi kemi një hënë të re në shenjën tuaj, datën 16 të muajit, favorizon juve të 10 ditë të fundit më tepër, kështu që mundon të shfrytëzoni për çfarëdo lloj gjë të re kërkoni të nisni, me cilën jeni të angazhuar, kërkoni ta çoni përpara, mund të jetë një lidhje, mund të jetë një marrëdhënie pune, mund të jetë një çështje me natyrë ekonomiko-financiare, një çështje familjare, çfarëdo gjë mund të jetë që ju hap juve dyert për të ecur përpara dhe për të pasur sukses. Sidoqë të jetë për parashikime personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, ndërkohë që përsa i përket ditës së hënë, këtu kemi të bëjmë me fat. Është një fat që vjen ande nga nuk e prisni. Është e paparashikuar, është e papritur, është e paparamenduar, nëse doni ta themi dhe kështu. Sidoqë të jetë është një moment në jetën tuaj që mund të ndryshojë më komplet jetën tuaj. Një fjalë, një premtim, një propozim, një ofertë, një rastësi, çfarëdo lloj gjë qoftë, ju hap rrugët për të ardhmen, dhe ardhmja shumë e ndritur, në qoftë se gjithmonë arrini të kapni këtë mundësi. Kështu që çfarëdo lloj gjëje nesër mund të duket një rastësi, besojmë më një rastësi nuk ka për që as pak, është fat shumë i rëndësishëm, mundoni ta kapni mundësinë edhe ta shfrytëzoni ashtu sikurse duhet, nuk para vijnë momente të tilla shpesh. Dhe ju të shenjës së Demit e dini shumë mirë këtë gjë, kështu që nesër dita mundoni ta shfrytëzoni sa të mundeni. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë tregon që kjo është pikërisht domethënë vazhdimësia e ditës së hënë, dhe tregon se shumë mundësi të tilla mund të keni humbur në një të kaluar. Mirë do të ishte të mos vazhdonit me po të njëjtën linjë, kështu që pritët kot sepse doni të prisni, domethënë është të thuash që ka ardhur mundësia dhe të tjera, po ju nuk e di pse nuk e keni shfrytëzuar. Kështu që kësaj here që do ju vi dhe do jetë e refundit besoni, s'keni për të parë mundësi të tilla, të paktën jo kaq të favorshme, mundoni që të shfrytëzoni me sezon, mos u mbisni më shumë kohë domethënë. Keni humbur kohë.
Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur, kjo është një javë që dhe nga aspekti astrologjik ju favorizon jashtëmasë shumë i veshënjës së demit dhe është me të vërtet bëj jackpot. Një jackpot jete, nuk po flasim për diçka të vogël, një çështje ekonomike financiare e vogël që mos zgjidhet për 2-3 ditë. Jo, këtu po flasim për gjëra të mëdha. Një çështje karriere që më stabilizon, një marrëdhënie e cila më stabilizon, një akt, çfarëdo lloj akti qoftë ai që më stabilizon përsëri, por ka të bëjë me stabilitet, ka të bëjë me arritje të mëdha, ka të bëjë me fitime të mëdha. Dhe për të gjithë juve që më sa duket doni ta provokoni, pëlqen ta provokoni fatin, fati ju do kësaj jave, kështu që vazhdoni. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e drejtësisë. Për të gjithë juve që u lodhët, u munduat, u strapacuat, vuajtët shumë, me sa duket vjen edhe shpërblimi. Nuk ka për të qenë i lehtë, nuk është një çështje që vjen kështu kollajllëk, jo. Vjen pasi jeni munduar shumë, pasi jeni lodhur shumë, pasi keni dertur edhe atë, sa thuash, pikën e gjakut tuaj të fundit, por që në regjenerim e sipër jeni, kështu që dita e enjte, për çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje ligjore, gjyqësore pikë së pari, me çështje divorcesh që dalin në favorin tuaj, me çështje akordësish, marrëveshjesh, të gjitha këto pra janë favorit tuaj dhe këtu favorizohet edhe aspekti personal, kështu që lutem shumë mundoni të kuptoni që këtu drejtësia vjet në vend, është drejtësi morale, drejtësi racionale, janë të gjitha këto së bashku, do shikoni, nuk e di, do shikoni dhe do më kujtoni, dhe madje edhe më shkruani nëse doni. Por që është dita e drejtësisë, dhe duket sikur e keni pritur një të tërë këtë gjë, që drejtësia të vihet në vend, secili të marrë jakun e vet, edhe ju pse jo të shpërbleni për gjithë mundimin që keni hedhur deri më tani në marrëdhëniet tuaja, në përpjekjet tuaja, në çfarëdo gjë që normalisht duket se ju thash vlerëson me sukses. Atëherë për sa i përket ditës së premte, dita e premte nga ana tjetër sjell një farë vështirësie në rrugën tuaj, përsëri mendimet e errta. Kjo pikë së parë lidhet me mendimet e errta, me frikë për ta parë realitetin për ato çka është. Mundoni mos ta lejoni këtë gjë t'ju prishë punë. Do të kuptoni se janë pikërisht mendimet tona ato që pjesë më të madhe të rasteve na prishin punë, që mos e lejoni këtë gjë që t'ju nxjerrë nga ky drejtim kaq i bukur në të cilin kjo javë ju vendos. Atëherë, për çfarëdo lloj vështirësie që vjen ditën e premte, për çfarëdo lloj pengese, për çfarëdo lloj gjëje që duket sikur nuk ju realizon ashtu sikur se ju e prisnit, mundoni të kuptoni që kjo është e përkohshme, domethënë ashtu sikur se shfaqen këto vështirësi, ashtu dhe largohen, por ju vënë në provë. Sa gati jeni për të ecur përpara, sa besim keni tek vetja juaj, ku anoni më tepër nga aspekti pozitiv apo ai negativ. Pra, nëse anoni nga pozitivja apo kërkoni pozitiven në jetën tuaj, realizimin, mundoni të largoheni nga negativiteti, nga frika, nga pasiguria, nga ndjesitë të tilla. Mos e lejoni pra t'ju prishin punë. Dhe e hënë e marrë në kurë enjte premte thamë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e arritjeve shumë të mëdha. Këtu me të vërtet që do shikoni me sytë tuaj dhe do jetë e prekshme pra, ajo ëndra që vetë realitet. Dhe nuk lidhet vetëm me një aspekt jetës tuaj. Jemi në shumë aspekte njëkohësisht, jemi në gjithçka që ndryshon, por që unë do qëndroj thjesht te kjo, një ëndër që bëhet realitet ose një dëshirë e madhe që më në fund realizohet, por pikë së pari konkretizohet. Kështu që nuk e di, uroj të jetë vërtet kështu dhe më shkruani, ju lutem shumë, më lini, më vini në dieni dhe mua, sepse mbet qefit e mua kur ju ndodhin gjëra të bukura. Për sa i përket ditës së diel pastaj, këtu juve që kjo tani referohet një grupi shumë të përcaktuar tuajt. Jeni të gjithë juve që për çështje më tepër prone, juve që e keni një pronë, e keni një objekt dhe nuk po ju ecën, nuk po ju shitet, nuk arrin dot ta jepni me qëra, ta lëshoni me qëra, apo nuk thjesht po jeci punët ashtu sikur se doni ju, besoni është e përkohshme. Domethënë, me qetësi, gjërat kanë për të kaluar shumë shpejt, por që shikoj që do jeni të shqetësuar për çështje të tilla ditën e diel. Mos e vini ashtu kokën jashtë, nuk do zgjasin shumë këto situata, edhe pak dhe kaluan. Kështu që merrni gjërat me terezi, me qetësi dhe mos e humni të ruani, lutem shumë. Përshëndetje binjakëve dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Është një javë e rëndësishme, është një javë e favorshme,
do guxoja të thosha, mundoni ta shfrytëzoni ashtu siç duhet, sidoqë që parashikimet e muajit në mënyrë më të detajuar i keni në YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së hënë, nuk ka më bukur se kaq. Për të gjithëve që synoni famën, që synoni familjen, që synoni stabilitetin personal me një fejes, martesë, bashkëtesë, por juve që synoni karrierën, për të gjitha këto pra, dita e hënë ju jep mundësinë që të shkëlqeni dhe me të vërtetë të arrini diçka që do të ketë edhe efekt afatgjat në jetën tuaj. Kështu që dita e hënë është ditë që, nuk e di, është e papërsëritshme për gjithë juve që do dini të kapni vibin dhe momentin, ta shfrytëzoni, ta kaloni ashtu sikur se ju dëshironi. Përsa i përket familjes, keni për të kaluar momente shumë të bukura familjare ose merrni lajme shumë të mira nga familja, pjesëtar të familjes tuaj. Nëse ju duhet mbështetje, nuk ka për t'ju munguar dhe në total shkëlqeni nesër. Kështu që për të gjithë juve thashë synoni famën, arritjen, suksesin, popularitetin, e nuk e di se çfarë, dita e hënë është dita juaj. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë kërkon nga ju një çmenduri të tipit sfidoj fatin, sfidoj mundësit, por këtu do kujdes. Nëse me të vërtet risku ju do, dhe më ka treguar deri të tjera që kur riskoni fitoni, atëherë ecni. Por në qoftë se shumë herë keni riskuar dhe nuk ju ka ecur dhe po riskoni përsëri në të njëjtën gjë, besoni kësaj here keni për ta pësuar shumë keq. Pra, në qoftë se i keni mirë menduar gjërat, ecni dhe vazhdoni, do bëni shembull dhe për të tjerë që t'ju ndjekin. Por në qoftë se po ecni kuturu, atëherë keni për të pësuar dëme shumë të mëdha dhe kjo ju prek kudo, dhe në financa, dhe në dashuri, dhe në familje, dhe kudo. Kështu që me kujdes ju lutem shumë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur, po sigurisht jemi në tundime sipër, që do të thotë, kujdes juve që po riskoni, po a them dhe një, nuk praktiset familja se mendova ose u dashurova dhe gjeta dikë që des pasioni budallishe këtu se ekziston një thjesht idiotësira që kemi ne njerëzit në kokën tonë. Ju premton dikush fitime brenda një nate, budallishe dhe këto nuk vlejnë të paktën jo në kohët që po kalojmë tani. Nëse diçka nuk është e studiuar mirë, është gabim i madh. Kështu që kujdes nga tundimi, kujdes nga çfarëdo gjë që ju premtohet, ajo që premtohet, ajo që shfaqet nuk është ajo që duket dhe kujdes tradhtit, ju lutem shumë. Iku dhe kjo, dhe përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e kujdes shëndetin. Kujdes shëndetin sepse me sa duket kjo vlen për gjithë juve që e teproni me punën tuaj, e teproni dhe me punën, por edhe keni një mënyrë jetese të lodhshme, domethënë duket sikur e çoni veten tuaj në limitet tuaja, doni të provoni gjithmonë gjëra të reja, mirë po e harroni se sa mundësi keni për t'i realizuar gjitha gjërat që kërkoni të realizoni. Kështu që nëse jeni përfshirë shumë në realizimin e një projekti kohët e fundit dhe doni me se s'do ta dorëzoni, nuk e di, në kohë rekord. Në qoftë se ambicia juaj po ju tryznon shumë për të realizuar gjëra që vështirë se realizohen. Në qoftë se jeni dhe në një shtatzani që është, si thua, jo me rrezik, nuk do e thosha tamam kështu, por është kërkuese, impenjative, është do kujdes, atëre fokusoni tek kujdesi. Me shëndetin i keni problemet dhe vështirësitë ditën e enjte, por janë gjëra të cilat ju vënë, si thua, tundin kambanën për t'ju sjell në vete, të tipit çka ku bën, kujdes me shëndetin, kujdesu. Kjo është ideja, kujdesu për veten. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që favorizon lajmet të çfarëdo lloji natyre, vetëm do i thosha kujdes se përpara se ta transmetoni një lajm që ju vjen, një informacion që ju përcillet, përpara se ta përcillit dhe ju tek masat, atëre kujdes ta keni çekuar mirë, sepse mund të jetë një informacion falso dhe t'ju vëri në telashe. Një kjo, dy, favorizon shumë çështje studimore, dita e premte, favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë me zbuloj një sekret ose dikush vjen dhe më thotë të vërtetat ashtu sikurse realisht janë, sidomos nëse është një person me të cilin keni pas një lidhje në të kaluar tuaj, që përsa duket shfaqet në jetën tuaj dhe ju tregon arsyet pse mbaroi ajo që mbaroi, pse nuk do të vazhdonte më tej. Dhe është ditë sekrete që dalin në total.
Kështu që këto për sa i përket edhe ditës së premte dhe në kushte të caktuara favorizon edhe rishikime kontratash, që normalisht do jenë në favorin tuaj. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që gjithë bota mund të jetë e juaja. Nuk e di se çfarë fati vjen, nuk e di se çfarë gjëje ju ndodh, por sido që të jetë është ajo që keni pritur një jetë të tërë. Dhe nuk mund ta zgjash më shumë se kaq, sepse është pikërisht kaq sa po e them. Domethënë duket sikur të gjitha problemet që keni kaluar, vështirësitë që keni kaluar zerohen me anë të këtij realizimi që është, nuk e di, fenomenal. Domethënë nuk ka më lart se kaq. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel ju çon në një udhëtim të shkurtër nëse doni thjesht për të ndryshuar pak ato rutinën tuaj, dhe juve që ndjeni të lodhur nga përditshmëria juaj, rutina juaj, në një marrëdhënie, në një punë që keni, bëni jetën në total, duket sikur kërkoni një farë time-outi dhe e merrni ato. Domethënë jeta po sjell ndryshime, pikërisht që t'ju japi një pauzë nga jeta e lodhshme ose ta thuash monotone, të cilën jeni duke kaluar tani. Pra dita e diel favorizon udhëtimet, ndryshimin e skenave, të rutinës e të tilla gjërave me pra. Kështu që ja, kjo ishte java për ju. Përshëndetje, përshëndetje nga Forez, dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që nesër duket se ju favorizon, juve të dhjetëdijës së dytë dhe të dhjetëdijës së tretë, me gjëra të cilat mund të stabilizoni, ju ndihmon të stabilizoni situata dhe objektiva t'i arrini. Kështu që uroj t'i shfrytëzoni siç duhet. Në total java premton në disa data të vetat, 11, 13, 16, deri diku dhe 17 janë data të cilat me të vërtet sot i madh ju favorizojnë. Unë ngella duke thënë kujdes me timonin dhe para syve të mi shpëtoj dikush pushime. Bravo, shumë mirë. Atëherë vazhdojmë pra. Për parashikimet e muajit më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, ndërkohë që për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Atëherë vazhdojmë me ditën e hëneve këtu. Dita e hënë, kujdes, shiko, kur u them është ditë fati dhe mund stabilizojeni, sigurisht, por kujdes juve të dhjetëdijës të parë, domethënë ta juve të dhjetëdijës të dytë të tretë. Okej, shumë mirë mund të shfrytëzoni ditën e nesërme për të arritur objektiva, por juve të dhjetëdijës të parë kujdes mashtrimet, gënjeshtra, mos ta harroni që Neptuni është shenjë e dashit, kështu që për juve sigurisht që tregon situata për cilat duhet të bëni kujdes. Kështu që bëni kujdes nga persona që duan të mashtrojnë, ju gënjejnë në ambientin e punës, shoqëror, familjar, nëse doni, nuk mund ta përjashtoj, edhe përse i përket marrëdhënieve tuaja në çift as vetë fjalë. Shiko, unë them se nuk është ere parë që përballeni me tilla situata as me të tillë persona. Nuk është ere parë. Kështu që uroj të përdorni intuitën tuaj që është goxha e fortë, dhe nga eksperienca që besoj keni fituar deri më tani, tu ameni këtyre individëve në kthes. Sido që të jetë për çfarë do lloj informacioni do ju përcillet, çfarë do lloj gjëje do ju thuhet, ju lutem shumë mos e merrni seriozisht përpara se të bëni ato kërkimet tuaja, dhe që nuk ka për të rezultuar dhe e vërtet çfarë do dëgjoni, por që bëni kujdes, sepse mashtrimi, gënjeshtra, manipulimi janë aty ditën e hënë. Për sa i përket ditën e marrë do të thosha çfarëdo gjë keni për ta dhënë jepeni tek personat që kanë nevojë. Mbështeteni ata që kërkojnë dhe kanë nevojë për mbështetjen tuaj. Besoni duke ndihmuar të tjerët, njëkohësisht do jeni duke ndihmuar dhe veten tuaj. Dhe në një të ardhme pak më vonë, gjithë këto ndihmë që do keni dhënë do ju kthehet 10 fish. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë sjell lajme shumë të mira në çështje me salla gjyqesh, në lidhje me çështje kontratash, pune të rëndësishme, në lidhje me çfarë do gjëje ju lidh me shtetin, autoritetin e shtetit dhe me zyra shtetërore, kështu që kjo është dita e mërkurë për ju. Për sa i përket ditës së që kemë është dita gjej ku më çon. Ditës së enjte, okay, dita e enjte thot di largëtohu, kujto se kush je, ktheu edhe një herë në të kaluarën tënde dhe kujto si e nise këtë jetë përpara se ta bitisësh, ta bësh si, nuk e di. Çështja është domethënë që është një ditë që favorizon shumë njohjet e reja, sjell në jetën tuaj miq të vërtet ose të paktën shfaq se kush janë ata miq të vërtet dhe ju lejon dhe juve të ktheni edhe një herë pas në kohë, të kujtoni se nga e nisët, të kujtoni ëndrat të fëmijërisë dhe do të jetë pikërisht këto kthime pas në kohë ato të cilat do ju japin energjinë dhe forcën
e mjaftueshme për të krijuar një tjetër realitet prej këtej në vazhdim. Po që total do thosha, për sa i përket ditës së ejtë, dilni, argëtoni, kënaquni, krijoni një realitet të ri, nisni diçka të re, ju favorizon kjo gjë. Për sa i përket pra ditës së ejtë. Nuk ka për t'ju munguar, ju thash, ndihma e të tjerëve, suporti të tjerëve, kështu që shfrytëzoheni. Përsa i përket pastaj tash individëve që vinë në jetën tuaj, aty nuk qëndrojnë vetëm tek ju tregon dita e ejnëte kush janë miqtë e vërtet, por duket se ju sjell dhe një ndoshta individ shumë të rëndësishëm që edhe mund të qëndrojë në jetën tuaj, pra një partner të ardhshëm jete, por ju qeni vetëm. Të përkërkoni diçka të tillë. Përsa i përket ditës së premte, këtu sidomos në karrierë jeni të favorizuar, por nuk mund të përjashtojë dhe aspektin personal. Është një ditë që ja vlen të festohet. Pra me sa duket është pikërisht ajo dita e cila tregon se jeta juaj jo vetëm po ndryshon, por po ndryshon në aspekte të cilat ju as nuk i kishit imagjinuar as menduar ndonjëherë, se do të mund të vini në këtë farë mënyre, kështu që uroj ta shijoni një pikë së pari këtë moment, sepse ofertat, propozimet që u vijnë janë të papërsëritshme, kushdo është në art, në spektakël, në lançimin e një projekti ka për qenë fenomenal dhe ka për ndryshuar jetën tuaj. Kjo vlen edhe për juve që jeni gati duke u bërë prindër apo kërkoni të bëheni prindër. Është momenti që themi lulëzon jeta ime dhe këtu fillon të lulëzoj jeta juaj vërtet ditën e premte. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e kur duhet të ndodhin gjërat ndodhin, pra për të shiko, janë pikërisht, ju thash, jeta juaj po fillon të lulëzoj dhe sigurisht që domethëni shqyr o Zot se mezi po mbaheshim apo jo. Pra kjo është momenti që ju mezi po mbaheshit dhe ja ku po vin këto realizime pikërisht momentet kur ju ishit duke u dorëzuar. Kështu që flini gjumë juve ditën e shtunë, sepse fati punon për ju dhe besoni ju realizon aq bukur sa as vetë nuk do mund ta imagjinoni kur. Dhe përsa i përket ditës së diel, është një ditë që sigurisht ju keni pritshmëri të mëdha, nuk e vënë në diskutim, kushdo i ka, por që këto pritshmëri tuaja me sa duket janë dhe pak utopike, janë dhe pak iluzionare. Kështu që më duhet të kuptoni se asgjë nuk vjen thjesht sepse je duke pritur diçka. Nëse nuk lëviz, nëse nuk motivohesh, nëse nuk mobilizohesh, asnjë gjë nuk vjen. Kështu që përsa i përket ditës së diel, nuk do vi asgjë. Nëse thjesht qëndroni duke pritur, nëse se kuptoni se duhet të lëvizni pak gishtin tuaj të vogël, atëherë themi se gjërat ku ecin edhe më mirë. Përshëndetje, përshëndetje një Luani dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në këtë javë të re, javë që premton, nga aspekti astrologjik premton goxha dhe juve ju favorizon, do thosha, mjaftueshëm që nesër dita data 13, data 16, 17 janë data të favorshme në total për ju, kështu që uroj të shfrytëzoni dhe janë data të cilat ju ndihmojnë që të stabilizoheni diku, të stabilizoheni në lidhje me diçka të rëndësishme, që për ju normalisht është karriera, është martesa, është imazhi juaj publik, është çfarëdo gjë ju lidh me shtetin, me autoritetet e shtetit, me prindrit tuaj, me vendimet të rëndësishme që keni për të marrë në lidhje me të ardhmen tuaj, kështu që uroj të stabilizohet diçka e tillë në jetën tuaj. Jep dhe mundësi të martoheni, domethënë të vërtet të gjeni diçka stabilizuese që ju çon deri në martesë, ose nuk e keni ende. Sido që të jetë për parashikimet e muajit, ju lutem shumë më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruar numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe përsa i përket ditës së hënë, çfarë ju thash? Gjëja e parë që ju del është një kontratë shumë e rëndësishme që ju stabilizon në lidhje me karrierën tuaj. Një marrëveshje shumë e rëndësishme ekonomiko-financiare që do zgjasë gjatë në kohë dhe ka për të sjellë stabilitet në jetën në aspektin ekonomiko-financiar. Një dashuri që po lind tani dhe më në fund ju stabilizon. E gjetët personin e jetës, ose po e gjeni personin e jetës, pjesa më e madhe prej jush. Pra dita e hënë jep mundësinë që të arrini të stabilizoheni, çfarëdo lloj premtimi, çfarëdo lloj fjale, çfarëdo lloj mundësie që vjen në rrugën tuaj është konkrete dhe është themi e përjetshme. Sa ato që përjetësi nuk ka, është e përjetshme, do thotë të zgjasë shumë në kohë dhe sjell shumë fat në jetën tuaj në total.
Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e dalë, argëtohem, është një ditë shumë me rëndësi shumë të madhe njerëz sociale, kulturore, do thosha, ku jeni pjesë e një shfaqje artistike, ose bëni pjesë, ose bëni një ftesë për të qenë diku në prezantimin e një diçkaje, ose jeni ju ata të cilët prezantoni veprën tuaj, nëse jeni artista, dhe me të vërtetë që del shumë mirë. Por në vija të përgjithshme do thoshë është pikërisht dita që ju jep mundësinë ta krijoni të ardhmen tuaj, ashtu sikurse ju gjithmonë e keni pritur dhe ëndërruar. Pra jepni atë nuancë që doni, atë formë që ju doni, ato ngjyra që ju dëshironi, ato tinguj që ju kërkoni, kështu që sido që të jetë e krijoni realitetin ashtu sikurse ju dëshironi, por është edhe një ditë tash që gjendeni në ambiente kulturore, artistike, sociale, prej nga fitimet dhe përfitimet janë edhe më të mëdha sa thjesht ndjek një shfaqje apo prezantoj një vepër apo gjëra të tilla. Këtu mundësitë janë të pathënme dhe janë të gjitha në favorin tuaj. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që diçka mbaron përfundimisht, diçka që nuk ju duhet më, nuk ju shërben më, se do jetë një marrëdhënie që keni pas në çift, por që kaq kishte për të dhënë, s'ka çfarë t'ju japi më, mendoni se është momenti për të mbaruar këtu. Se do të jetë një bashkëpunim që okay, e mbylli ciklin e vet dhe edhe kjo mbaron këtu. Do të ishte një mik ke shok, do të thënë një shoqëri me dikë që mbaron mbyllet këtu, okay, çfarë do gjë qoftë, një situatë që s'u shërben më, një mendim që s'u shërben më, një realitet që s'u shërben më, mbaron pikërisht ditën e mërkurë. Tani nëse do merrni dhe lajmin e hidhur se dikush largohet nga jeta, nuk kemi çfarë të bëjmë, por që është një pjesë e skenarit edhe kjo. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e arritjeve të mëdha, e para njëherë për sa i përket shëndetit. Kjo është pikë së pari. Do ndjeni do ndjeni mirë me veten tuaj, bollëku ka për të ndjerë kudo, por më tepër nuk ka realisht, të paktën ditët që ne jetojmë, dhe shkojmë se çfarë po dëgjojmë me çfarë po shohim, nuk ka gjë më të rëndësishme, vërtet vlerë më të madhe sa shëndeti. Kështu që ditën e enjte, ajo çka do ndjeni, ajo për të cilën do të jeni më tepër falënderues, do të jetë fakti që keni shëndetin tuaj, jeni mirë. Përsa i përket shëndetit, jepet mundësia për fitime ekonomiko-financiare, ama fitime këto që vinë ose fal investimeve që keni bërë në një kohë të shkuar, ose fal investimeve që ndoshta po bëni tani ose mundësive që po kapni tani. Në përgjithësi, le të themi, është një moment shumë i bukur për ju dhe për të ardhmen tuaj. Në të gjitha, po do thosha, fushat e jetës tuaj ju prek me nga pak. Është momenti që çfarëdo gjë e ke ndërtuar, ja shikon lezetin pikërisht ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte kujdes tradhtim. Dita e premte është si një thik pas shpine nga personat që nuk e prisni as pak. Një kjo, dy, mund të jetë ajo dita ku mund t'i ktheni përsëri vesit dhe gabimeve, kështu që ju lutem shumë me kujdes, dhe është dita e manipulimit, e gënjeshtrës, e mashtrimit, kështu që në total do thosha kujdes. Kujdes ama pikë së pari me vesin, me tundimin, me grypsin që themi ne, të kërkosh më tepër dhe të mbasësh të gjitha, dhe me gabime që kthehen përsëri, domethënë dhe ju nuk e di, ju prishin punë, prishin shumë punë, kështu që kujdes, ju lutem shumë me gjëra të tilla. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e fitimeve të mëdha, juve që pëlqen bixhozi, loja, do ta ndjeni favorin e fatit, për kujdes, mos e teproni, mos e abuzoni me të. 1, 2, 3 fitore, e 4-ta mos vazhdoni më tej. Kështu që dita e shtunë sjell çfarëdo gjëje mund t'i ngjasoj një rulete, një pokeri, një çfarë të doni, nuk e di vini çfarë emri të doni ju. Është rastësia, është fati, do thoni e pamundur, do të thonë as më shkonte ndonjëherë në mendje, por që ja ku e keni do të shfrytëzojeni. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel sjell lajme shumë të rëndësishme, lajme me të vërtetë të rëndësishme do guxoja të thosha, në lidhje me një çështje karriere, çështje ekonomiko-financiare, një çështje ligjore, gjyqësore, një çështje që u lidh me shtetin, që ju aprovon, ato çka ju kërkoni, që u çel dritën jeshile, por çfarëdo gjëra duhet të çelë drita jeshile dhe pse jo, ju a bën jetën më të lehtë, varet se çfarë
përmbajtjet do të ketë, por që ose ku synon, por që në vija të përgjithshme është çere drita jeshile dhe merri lajmet, ato pikërisht lajme për cilat mezi kishit pritur që të vinin, ja ku do i keni ditën e diel. Përshëndetje një virgjëreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e mirë të thoshëm në vija të përgjithshme, në totalin e saj, me datat cilat ju favorizojnë 11, 13, 16, 17 e tutje, kështu që janë datat të cilat mundohen sido që të jetë t'ju zhvillojnë, të arrin të kenë një farë sukses në çështje dokumentacioni, çështje ligjore, udhëtimesh, jashtë shtetit, mundoni të shfrytëzoni në maksimum. Dhe pse jo, favorizoni dashurinë, pavarësisht se është çik e çuditshme kjo dashuria kësaj jave, por që stabilizon sido që të jetë. Sido që të jetë ama, për sa i përket parashikimeve të muajit, më ndiqni në klub Zodiac Oracle për më tepër informacion dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së nesërme, sikurse ju thash, një çështje karriere, një çështje me natyrë ligjore gjyqësore, merr trajt përfundimtare. Për juve të cilët keni punuar mirë, keni punuar fort, keni sjell mirë, keni bërë gabime, sjellni suksesin e shumë pritur. Por të gjithë juve që keni gabuar, keni abuzuar, jeni sjell gabim, do sjellni disfat dhe do sjellni dënime. Kështu që jeni 50 me 50. Varet se si jeni sjell secili prej jush. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju ndihmon të kuptoni se çfarëdo gjë ju mban të varur nga aspekti psikologjik një pikë së pari, nga prizmi psikologjik, tipit po pres të vi ky, po s'po vjen, pse s'po realizohet kjo gjë, o ari këtë vend punë o bje reptis, do të thënë, për të gjithë çka është një ngarkesë e lartë psikologjike, një shpresë e cila nuk u realizua kur dhe nuk ka për të realizuar sepse nuk ka bazë reale dhe konkrete, është pikërisht kjo dita që ju ndihmon të kuptoni se duhet ta lini këtë gjë të shkojë, të largohet, sepse thjesht duke e bërë këtë gjë, duke se çlironi dhe veten tuaj, nuk jeni më robër të asaj ideje, të asaj pritjeje, të asaj një mundësie. Tu shikoni që ka edhe alternativa të tjera. Pra dita e martë ju ndihmon të kuptoni kaq gjë. Për sa i përket ditës së mërkur, prap me shëndetin o Zoti më afërlodhen. Kujdes me shëndetin tuaj nëse të personave tuaj të dashur, ose mos lejoni situata të caktuara të ndikojnë tek shëndeti juaj. Kujdes me stresin, kujdes me ngarkesën në punë, kujdes mos të merrni më tepër ngarkesa në punë se sa duhet dhe e vërtet tash po e bëjmë ne këtë gabim, do kujdes. Në total e shikojmë se çfarë po ndodh vërtall, me shëndetin nuk e di. Të vështira ka që gjërat vazhdojnë të jenë. Kështu që me kujdes lutem shumë. Çështja e shëndetit, s'kemi çfarë më shumë temi këtu, duket ashtu qetë. Çështja e shëndetit, kujdes ditën e mërkurët. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e çfarëdo gjëje ka nevojë për riparim. Erdhë deri këtu me vështirësi, me mundim, me përpjekje, me shumë sakrifica dhe kuptoni se edhe në shumë raste sakrificat dhe mbase s'ja ka vlerëtur dhe ka momenti për ndryshime. Ka momenti të ndryshoni gjithçka, nuk ju pëlqen më pikë së pari në veten tuaj, tek vetja juaj, tek marrëdhëniet tuaja, në çift, te çfarëdo gjë ka ndikuar për keq tek ju në lidhje me marrëdhëniet tuaja, te çfarëdo gjë u labosh, te tradhtit që pësuat, është ditë transformimi, kërkon transformim dhe ndryshim radikal do thosha, kështu që shumë prej jush them se keni për ta guxuar një gjë të tillë dhe nuk do të dilni dhe keq. Pra është dita që ose kuptoni se ka një moment të tillë ose e guxoni ta cilëni ndryshimin. E guxoni të ndryshoni atë çka duhet ndryshuar, edhe pse nostalgjia do bëj punën e vet, e kuptoni se nuk ja vlen të kapesh pas gjërave që kanë kaluar, por duhet me se s'bën të ecësh përpara. Dhe ka momenti për ju të ecni përpara, kuptoni të gjithë ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte, po pra, sikur se tash vazhdimësia ditës së enjte, këtu vendosim se çfarë rruge do të vazhdojmë. Një gjë është e sigurt, në atë që po ecni, nuk mund të ecni më. Kështu që bëni vendime të rëndësishme lidhje me një marrëdhënie tuaj në çift, me çështje familjare, çështje pune, me veten tuaj, me çfarë ju duhet, çfarë s'ju duhet, çfarë duhet të ndryshojë në jetën tuaj. Është një vendim që duhet ta kishit marrë prej shumë kohësh dhe jeni vonuar. Rëndësi ka thjesht të jeni hapin, se çfarë do të vi, çrëndësi ka. Rëndësi ka që nuk do jetë më ajo që ishte.
kaq ka rëndësi, të mos jetë më ajo që ishte, po të jetë diçka tjetër, diçka që do japë mundësi të zhvilloheni më mirë, ndryshe nga aty ku ishi deri më tani. Këtu përcaktohet fati juaj, prej këtej tutje, mendojeni mirë hapin që do të hidhni, po ju them, një thotë të mos jetë në përputhje me çfarë ishte deri më sot, çfarëdo gjë e re që sillni apo guxoni të sillni jetën tuaj, ka për të qenë sukses. Vetëm frika dhe pasiguria më t'ju prishi puna, asgjë tjetër. Përsa i përket ditës së shtunë, hënë matën kur e të premte, po përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju hap syt. Më në fund shumë prej jush kuptoni se si gjërat funksionojnë të vërtet. Kush jemi, ku po vemi? Pse jeta juaj ka si ka deri më tani, çfarë gabimesh keni bërë? Kush janë personat që u rrethojnë, çfarë kërkojnë realisht prej jush? Sa mund ta vazhdoni këtë lojë në përputhje me dëshirat e kërkesat të tjerëve, kërkesa të cilat as nga ata vetë nuk zbatohen, por që do të zbatohen nga ju. Kështu që shumë prej jush që keni qenë pjesë po do të them, do guxoj ta them, e sekteve të caktuara, e grupeve të caktuara politike, shoqërore, kulturore, sociale, shoqata bamirësie, çfarë të themi tjetër? Grupe në total dhe grupime në përgjithësi dhe politike, këtu hapni syt. Kuptoni çfarë duhet, po dhe në familjen tuaj dhe në martesën tuaj. Nëse keni qenë në një familje shumë konservatore, në një martesë të tillë, duket sikur thua dale pak çfarë drejshin, se kështu do të jetojmë ndërkohës, nuk e di. Por ditë them kaq që për çfarëdo gjë vjen në formë epifanisë, do thonë të më hapë syt sikur se thash. Më kthim pas nuk ka. Në momentin që të hapë syt, nuk ka më kthim pas. Nga njëra anë është bekim, nga ana tjetër është mallkim. Por është pjesë e fatit tuaj, mesa po shoh. Dhe përsa i përket ditës së diel, një sukses shumë i madh që ka të bëjë pikë së pari me karrierën tuaj dhe pikë së dyti me çfarëdo gjëje lidhet me dokumentacion të rëndësishëm, qofshin dokumenta të çfarëdo lloji këto, duket se ju japin mundësitë që përpara të keni sukses të pamat, prej këtej e në vazhdim. Sidomos ama po ju them në lidhje me karrierën tuaj. Ose me çështje studimore, ose me çështje dokumentacioni, dokumenta që normalisht japin mundësinë të qëndrimi diku, ose të fakti që ju bëjnë rezident diku, juve që kërkoni të merrni dokumentat, pra. Por ka të bëjë dhe me aspektin personal, që për disa prej jush mund t'rregoj dhe martesë kjo dita e diel, kështu që ne ta shohim se do ju vinë gjërat realisht, zakonisht më shkruani, kështu që do pres të shikoj çfarë do më thoni. Përshëndetje, përshëndetje e peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që aty nga data 17 datës 17 të bëni pak kujdes, janë gjë është ditë që ju ndihmon të kuptoni se ku jeni, ku keni ofruar më shumë nga ç'duaj, ku keni bërë gabimet tuaja, ku duhet të korrigjoheni, por të paktën është dhe një ditë që pasi u tregon gabimin, ju jep mundësinë që ta korrigjoni atë. Në total është një javë që edhe ju favorizon dhe ju ndihmon të arrini objektiva të caktuara në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me objektiva që i keni vendosur vetes tuaj, që përsëri lidhen, domethënë, me çështje karriere të rëndësishme. Kështu që uroj ti shfrytëzoni dhe ti vlerësoni ashtu sikurse duhet, po dhe me imazhin tuaj publik ju ndihmon, kështu që të shohim se si të vënë total. Tani, përsa i përket parashikimeve të muajit, më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, por për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së nesërme, argëtoni, shihoni momentin. Fati vjen edhe nga nuk e prisni, jini vetvetja. Përsa kohë do të jeni vetvetja, them se mundësitë nuk kanë për të munguar dhe vinë pikërisht sepse do të jetë vlerësuar për ato çka shohin, ato çka realisht ju paraqiteni, ato çka realisht duket se jeni. Nëse keni pas probleme me fëmijët tuaj ose me çështje prindërimi, ato sheshohen, do të thënë zgjidhen, dhe po edhe mund të merrni një lajm shumë të gëzueshëm përsëri në lidhje me çështje prindërimi të tipit një përpjekje juaja për të bërë prindër duket se del me rezultat të mirë, pozitiv, në favorin tuaj. Dhe në total është një ditë që ja vlen të dini të argëtoheni, tash të kujtoni edhe njerëz si është të jesh vetvetja. Të kujtoni sa mirë është të jesh i çlirët, pa mendime të shumta, ta jetosh jetën qetë.
dhe lehtë. Fundi ju jep dhe dita vetë mundësinë të jeni të tillë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ndihmon shumë të stabilizoni një marrëdhënie në çift. Pas shumë përpjekjesh, mundimesh, pas shumë disfatash do thosha dhe vështirësish, më në fund duket se vlerësoheni dhe më në fund shpërbleheni me një marrëdhënie të hajrit një. Kjo përsa i përket aspektit personal, përsa i përket aspektit profesional, do thosha edhe këtu vlen e njëjta gjë, më në fund arrini të nënshkruani një kontratë pune që ju stabilizon, të ju stabilizoj për një kohë të gjatë. Për çështje dokumentacione të rëndësishme duket se favorizoheni shumë, po dhe në raport me ligjin, me çështje ligjore, gjyqësore, administrative në përgjithësi, duket se gjërat ecin mirë. Nëse dikush ju nëse u ndjet të zhvlerësuar në moment caktuar në marrëdhënien tuaj, në ambientin e punës, në kudo ka ndodhur një keq kuptim apo dikush që ka rënë më qaf apo dikush ka dashur të hedhë balkë mbi ju, duke se drejtësia vjet në vend. Dhe gjërat shkojnë ashtu sikurse duhet të shkonin. Pra, shfaqet e vërteta, del e vërteta në pa dhe ju merrni atë të drejtën tuaj, pra. Ndje drejtësia në vend. Ose merrni hakën tuaj nëse do ta themi edhe kështu. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur favorizon njëjtë të reja. Favorizon flirt, njëjtë të reja, në rreth shoqëror, daljet, takimet në total, por edhe një marrëveshje të re. Tani se sto vej më tutje nuk e di, por që favorizoheni të paktën dhe mund ta shfuzoni këtë gjë. Rëndësi ka që u vini individuari në jetën tuaj, shfaqni individuari në jetën tuaj që ofrojnë mundësi realizimi, kështu që mundoni që të përfitoni dhe ju nga kjo gjë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte, këtu çfarë do themi, kujdes të mos gjendeni para përgjegjësisë. E para njëherë mos e ekspozoni veten tuaj më shumë aq duhet. Në qoftë se diku keni gabuar ama, në qoftë se keni folur më shumë nga ç'duhet, nëse keni gënjyer, nëse keni mashtruar, nëse keni manipuluar, do përballeni me pasoja dhe nuk kanë për të qenë të mira. Kështu që qoftë në një raportin tuaj në çift, qoftë në publik, në sytë e publikut, qoftë se keni dashur të manipuloni me shumë të mëdha parash duke i rënë të tjerëve më qafë, të tipit keni premtuar ku dëgjon. Ç'ke ti se do eci mirë, se investo, se aty do paguani keq, domethënë aty do ekspozoheni shumë keq dhe nuk do keni dhe nga t'ja mbani për të shpëtuar. Varet se si sjell secili prej jush, varet. Tani, përsa i përket ditës së premte, dita e premte ju ndihmon të stabilizoheni në marrëdhëniet tuaja në çift, ose të gjitha gabimet që kanë ndodhur të mund t'i korrigjoni, ose të shpëtoni nga një rrezik shumë i madh ku mund ta kishit futur vetveten. Sido që të jetë është dita e fjalëve të vërteta, premtimeve të mëdha dhe e sistemimit të situatave që mund të kenë ndodhur gabime të kaluar. Ajo çka ka qenë e vërtet në jetën tuaj, qoftë një marrëdhënie në çift, qoftë një bashkëpunim, qoftë thjesht persona dhe situata kanë për të qëndruar. Dhe aty do kuptoni se çfarë me të vërtet ka vlerë në jetën tuaj. Kjo gjë përsa i përket ditës së premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë i thotë mos u mundoni kohë të bëni gjëra të funksionojnë, nuk ka për të ndodhur kjo gjë, është një moment pauze, reabilitimi, stakimi nëse doni, çdo përpjekje për të realizuar diçka me forcë nuk ka për t'ju ecur, madje mund të shkojë edhe më keq, kështu që mos e tentoni. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel prisni çfarëdo lloj gjëje fati ka rezervuar në formën e dhuratës për ju, sepse duket sikur do keni ditëlindje ditën e diel, pra diçka ju vjen në formën e një dhurate, një rikthim, një premtim që nuk ishte mbajtur në moment caktuar, por që duket se dikush e mban në një moment që nuk e prisni, sido që të jetë është diçka për të cilën keni pritur një kohë shumë të gjatë dhe më në fund vjen dhe realizohet. Prandaj dhe gjan me një surprizë ose me një dhuratë që më në fund vjen në jetën tuaj. Përshëndetje, përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiakorët për parashikimet e javës për shenjën tuaj, që për pjesën më të madhe për jush kjo javë ndihmon të stabilizoheni si çift një herë pikë së pari, por favorizon shumë dhe bashkëpunime, marrëveshje të rëndësishme dhe në natyrë ekonomiko-financiare. Ndihmon shumë për jush të arrini një bashkëtesë se e doni, ndihmon shumë për jush të ndryshoni mendjesi, të udhëtoni diku jashtë shtetit, të mbyllni një marrëveshje me natyrë ligjore ose të shkojë shumë mirë një çështje gjyqësore, studime favorizon kjo javë, çështje studimore, gjithë mënyra se si keni parë gjëra deri më tani duket se ndryshon. Duket sikur
I shikoni gjëra ndryshe nga që keni parë deri më tani. Ndryshon kundërshtrimi. Favorizon dhe çështje pune shumë, kështu që nuk e di, në total ndihmosh të stabilizoheni në këto çështje. Tani, por më tepër mund të besoj keni ndjekur parashikimet e muajit, nëse nuk e keni ndjekur ende, i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Por të rezervuar takimin tuaj në privat pastaj më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Tani, përse i përket ditës së bukur të nesër me të hënë, që me të vërtetë është shumë e bukur, po fillime të reja që nisin që nga një mundësi bashkëtese me një person që keni kohë që po e mendoni këtë gjë. Një fëmijë që vjen në jetën tuaj, merrni vesh ndoshta se jeni do bëni prindër. Po ndërtoni një shtëpi të re ose po lëvizni një banesë të re, apo shpërnguleni në një punë të re, në një shtet të ri, shumë prej jush ndoshta. Është një kapitull i ri që po nis tani në jetën tuaj me dashuri të reja, me fëmijë që vijnë tani, me shpërngulje të çfarëdo lloji natyre, me ndryshim pozicioni pune që ju favorizon, pra me nisma dhe fillime të reja. Nesër dita është një ditë e re që me sa duket daton edhe një fillim i ri në jetën tuaj në këto fushë që ju thash, jetë e re, fillim i ri, mundësi të reja, të cilat ju stabilizojnë goxha prej këtij tutje. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, kujdes ditën e martë, që sidomos nëse do të merrni vendime të rëndësishme, jeni çik në botën e ëndrave të çuditërave, pjesa më e madhe prej jush, mundohuni të merrni dhe mendimin e të tjerëve, nëse se kuptoni se vetë nuk jeni në gjendje për t'i parë gjërat siç duhet, e keq është ju nuk e pranoni këtë gjë. Nëse ka shumë gjasa që të gaboni ditën e martë në vendimarrjet tuaja pikërisht për faktin se ju pëlqej vetëm mendimi juaj. Kështu që egocentrizmi juaj ose narcisizmi juaj ka për t'ju kushtuar ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë favorizon çështje biznesi, çështje, nuk e di, biznesi njerë përsa i përket investimeve që dikush bën mbi ju, domethënë dikush investon tek ju, dikush që mbështet ekonomiko-financiarisht. Një çështje kredie duket se ju ecën mirë nëse do të merrni fare kredie. Çfarëdo gjë ka të bëjë me transaksione bankare ose me lëvizje bankare duket se ju favorizon. Çfarëdo gjë ka të bëjë gjithashtu me monedën, me tregtinë, me investime në treg, me bursën nëse doni. Tilla gjëra duket se ju favorizon ditën e mërkurë dhe janë pikërisht persona shumë të rëndësishëm ata që mbajnë pozitë të rëndësishme që ju ndihmojnë edhe juve të arrini objektivat tuaja. Pra, mbështetja e personave të rëndësishme nuk ka për t'ju munguar ditën e mërkurë për të arritur objektivat tuaja. Përsa i përket ditës e interne, në mënyrë që të mund të ecni përpara, të keni këto realizime të bukura për të cilat po i flas, është e nevojshme të bëni një sakrificë të fundit, është e nevojshme që në mënyrë që të realizohet diçka, duhet të mbaroj diçka tjetër. Dhe për gjithë juve që jeni midis dy rrugëve, atëherë duhet të kuptoni se nuk mund të ecni përpara nëse nuk lini diçka nga e kaluara pas. Kështu që bëuni gati për të ecur përpara, çfarëdo gjë nuk ju nevojitet, nuk ju shërben më lirni pas, mos keni frikë pra, të lini pas në të kaluarën, çfarëdo gjë ju mban lidhur me të dhe nuk ju lejon që të përshafoni të ardhmen. Unë them se çdo fillim i ri që vjen këtë javë në jetën tuaj është i merituar. Është i merituar fal gjithçka që keni kaluar dhe gjithçka që keni vuajtur, do thosha, deri më tani. Nuk kem çfarë të bëj, gjithmonë në mënyrë që mund të ecim përpara, do të lëmë diçka tjetër pas. Juve ju del për mirë, nuk ju del për keq, me thënë ta kuptoni që kjo gjë vjen për mirë. Atëherë, përsa i përket ditës së premte, kujdes, këtu jemi tek po bëj të njëjtin gabim për së dyti, treti, katërti dhe nuk ka më falje, që do të thotë nuk ja vlen dhe është e pafalshme që për kaq shumë rrugë sa keni bërë, kaq shumë sakrificë sa keni bërë për të ecur përpara, ta humbisni fal një momenti dobësie. Dhe dita e premte është pikërisht kjo gjë, një moment dobësie juaja, e cila ju bën të përsërisni gabime të shumë përsëritura, e pafalshme kjo gjë. Kujdes tundimi, kujdes manipulimi që i bëni vetes, kujdes ato motivet e shumë përsëritura, të dështuara, që për shumë prej jush do të jenë fatale. Kështu që kujdes me ditën e premte, kujdes vesin, tundimin e gjërat të tilla pra. Gjuna për kaq shumë sa keni bërë, për shembull,
jeni në një lidhje të re, presni shumë mirë, ose jeni nga ata persona të cilët, ku diqoni, keni gabuar të kaluarën, keni tradhtuar, ose ju kanë tradhtuar, i keni falur, ndodh sërish, nuk mund t'i falni sërish, ose tundimi ju thëret, nuk mund të tundoheni përsëri, duhet t'i vini fre. Që ose nuk i vini fre, kjo gjë që do ndodhi ditën e premte, do ndodhi pikërisht për këtë gjë, që ju të kuptoni se duhet të jepni fund, të kuptoni që jeni më të fortë se sa vesi juaj, më të fortë se sa gabimi juaj, më të fortë se sa defekti juaj, dobësia juaj, që ose nuk do arrini do të kuptoni ka gjë, do ktheni në pikën zero ku nisët. Uroj të mos ndodhi kjo gjë, megjithatë, nuk e di. Varet nga ju. Tani, përse i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e eci përpara dhe më kthim pas nuk ka. Pra, edhe sikur dikush t'ju kërkoj nga e kaluara një mundësi tjetër, një person që keni qenë bashkë, një dashuri e vjetër që kthehet, një eprori juaj vjetër, një person me cilin keni bashkëpunuar në një të kaluar, persona që u keni dhënë shumë mundësi dhe po kërkoj edhe një mundësi tjetër, por nuk bëhet, atëherë po nuk bëhet, duhet si përpara të tjerë do bëhen pas. Dhe çfarëdo gjëje nuk u realizua pikërisht me këta persone, pikërisht në këtë kohë të shkuar, do realizohet prej këtij tutje. Kështu që të humbur nuk dini, vetëm të fituar. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel, po, kjo letër e bukur që gjithmonë na tregon se është e kollëtërisht të mendosh thjesht për dikë pa hedhur hapat. Juve meshkujt e kësaj shenje, ju lutem shumë ndajni mendjen. Juve femrat e kësaj shenje, po ju mendon, por çfarë vi bëjmë? Mos çiki pa vendosur për të hedhur dhe hapin më tutje se çfarë do bëhet nëse mund të bëhet diçka më tej. Për të gjithë juve ama që keni aplikuar për një vend pune, meshkuj qofshë apo femra, po konsiderohet, po merr në konsiderat kjo kërkesa juaj, por ende nuk është vendosur, okay, se çfarë do bëhet. Përshëndetje shigjetari, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që sjell ajo mundësitë e veta për të shfrytëzuar, një javë e cila jep mundësi stabiliteti për një pjesë të mirë prej jush. Uroj që ta shfrytëzoni, sidomos juve të dhjetëdiqit të dytë, pavarësisht vështirësive që normalisht shoqërohen me këto realizime, prapë mbeten realizime ato. Dhe ju duhet të shfrytëzoni fatin tuaj të mirë që sigurisht ju do shumë madje. Tani, përsa i përket parashikimeve të muajit, më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit. Pra, përsa i përket parashikimeve personale të detajuara, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është një ditë me fitore të madhe, pas shumë përpjekjesh e madhe. Që do të thotë, jeni munduar shumë për të pasur një fëmijë, do e keni. Me një lajm do me thonë të pozitiv. 1. 2. Për çështje financash, për përpjekjesh për të rimëkëmbur ato, për të ardhur në marrëveshje të rëndësishme, arrihet. Për çështje ligjore, gjyqësore, vlen e njëjta gjë. Për çështje administrative, vlen po e njëjta gjë. Për çështje dashurie, po e njëjta gjë. Do me thënë, për kudo jeni munduar në këto çfarë po ju them, duket se ju del më shumë sukses pas përpjekjeve të mëdha. Pra dita e nesërme sjell sukses, por pasi jeni përpjekur shumë për ta pasur këtë sukses, pra keni totalisht të merituar. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë do kujdes me çfarëdo gjë shkëlqen, por nuk është flori. Kështu që tundimi do të jetë i madh. Tundimi dhe kërkesa për të gabuar do jetë shumë e madhe. Uroj mos të bini pre e këtij lloji tundimi. Pra, çfarëdo gjë ju premtohet, çfarëdo gjë ju shkëlqen, çfarëdo gjë duket shumë e bukur, është pikërisht ashtu. Shumë e bukur për të qenë e vërtet. Kështu që mundohuni të jeni me këmbë në tokë, të jeni vigjilent dhe mos bini pre e mashtrimit, sidomos përsa i përket financave dhe sidomos përsa i përket aspektit personal. Okay, kujdes, aty diçka është gënjeshtër të mashtrimit. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e jam i lodhur nga përditshmëria, rutina, pra jeni pjesë e një rutine që po ju lodh, por edhe nuk e keni forcën për ta ndryshuar, kështu që mos u ankoni kot, mos u bini njerëzve më qaf, mos grini sallat dhe mos rokanisni trut e njerëzve, sepse normalisht vetë keni në dorë, o ndryshoheni, o thjesht zbatojeni kaq, por mos u bini të tjerëve më qaf, mos u qani kot, domethënë, kjo është ideja. Shumë e lodhshme ka qenë dita e mërkurës, domos për çështje pune, uroj që shumë prej jush t'ju japi dhe atë
shtysën për të kuptuar se duhet të vi ndryshimi. Duhet të ndodhi ndryshimi dhe është thjesht çështje idesh dhe konceptesh. Asgjë tjetër që ju pengon. Tani, përsa i përket ditës së enjte, çfarë do gjë ka të bëjë me e para njëherë ka të bëjë me lajme, e dyta ka të kujdesa më. Do të thonë, duket se ju vijnë njoftime të rëndësishme, lajme të rëndësishme, mundohuni që ti çekoni mirë, ti analizoni mirë, ti përpunoni mirë pas të merrni vendime të rëndësishme. Është një ditë që favorizon gjithashtu prezantime të rëndësishme juve që jeni në keni domethënë karrierë të tilla, domethënë jeni në media, jeni prezantues, jeni CEO nëse doni, dhe prezantoni projekte dhe keni vartës tuajt, juve që komunikoni me publikun, jeni personazhe publik, juve që informoni masat për çështje të tilla, domethënë dhe për karrieristë të tillë, duket se dita favorizon jashtëmasë, por në total lajmet që merrni janë shumë të rëndësishme, ju hapin syt, ju ndihmojnë të kuptoni se ku jeni realisht me jetën tuaj, cilët janë personat që keni në jetën tuaj. Tani të vërteta dhe sekrete këtu në pak, por që në total le të themi se ju dëgjojate fjalën dhe thash, nëse jeni në profesione të tilla, sikurse ju thash, ose nëse keni nevojë që zëri juaj të dëgjohet, atëherë do keni goxha sukses ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, po mendohesh ndërkohë për atë që u thash, po favorizoj prezantimet në total, sepse po mendoj, po që është një ditë që favorizon shumë prezantimin e një ideje, të një pune të caktuar, të një projekti. Nuk e di si do ju lidhi dhe si do ju kapi të ditë, po që të tilla gjëra ka. Përsa i përket ditës së premte, një ëndër bëhet realitet dhe pikë kaq, mbaron këtu. Një ëndër që ka të bëjë me një projekt që finalizohet më në fund, me një frymëzim që ju ka munguar për shumë kohësh, me një ide që ka qenë fenomenale, me një dashuri që po lin tani të ndryshon jetën tuaj. Është një shkëndi, është një moment, por që ndryshon jetën. Totalisht, është shumë e bukur. Një moment që ja vlen të jetohet, sepse keni dekosh shumë që po e prisni të vi në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së shtunë, është dita që ndjeni shumë krenar me arritjet tuaja. Domethënë, kur ktheni kokën pas dhe shikoni nga e nisët dhe ku keni arritur, jeni vërtet shumë krenar për gjithçka keni realizuar, me të vërtet që u munduat shumë, me të vërtet që edhe jeni lodhur, por duket se ja vlejti. Dhe fundja nuk vjen vlerësimi vetëm për ju kundrejt nga ju kundrejt vetes tuaj, por edhe nga të tjerët kundrejt jush. Kështu që shumë lëvdata keni për të marrë ditën e shtunë dhe shumë krenar keni për të ndjerë për veten tuaj dhe për arritjet tuaja. Dhe përsa i përket ditës së diel, shumë prej objektivave tuaja, dëshirave tuaja, gjërave që doni të arrini në punë, aspektin personal, unë ditë t'ju them një gjë, se ju të diskutoni gjëre gjatë për këto ditën e diel. Suksesi është 100% i sigurt. Realizimi është 100% i sigurt. Thjesht duhet, domethënë është një projekt, një realizim i cili do marrë pak kohë. Për disa do marrë 2 javë gjysmë, për të tjerë do arriteni në 2 muaj e gjysmë. Por ajo çka është e rëndësishme është se për gjithçka kërkoni ta arrini, arrihet, është 100% e arritshme dhe realizueshme, por do kaq kohë që të formulohet dhe të arrijë në realizimin 100% të vetë. Përshëndetje, përshëndetje një Briciapi, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Është një javë që të paktën të 10 ditë të tret ju ndihmon që të zgjidhni disa çështje familjare, ndodh një situatë aty përsëri në familje, por që ju ndihmon që të gjeni zgjidhje, ju ndihmon që të kuptoni disa gjëra që të ndryshuar, ju kupton të merrni masa të cilat dalin në sjellin sukses. Në total është një javë që favorizon dhe stabilizon, kështu që edhe ju uroj ta shfrytëzoni këtë gjë dhe për karrierën tuaj dhe për çështje personale, me një dashuri që mund të vijë dhe t'ju stabilizojë, me një person që vjen dhe ju konkretizon disa aspekte të jetës tuaj, në një bashkëtesë që mund të arrihet më në fund, domethënë ja është një situatë që stabilizon në total të saj të vet.
Për më shumë, sigurisht që muajin e keni ende në YouTube Zodiac Oracle dhe ndiqni aty për shenjën tuaj dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në WhatsApp 069-620-2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju thash, është një ditë që nëse do të jeni konkret me veten dhe me të tjerët, ju ndihmon që të stabilizoheni dhe në dashuri dhe në karrierë dhe kudo të doni ju. Vetmja gjë që duhet evituar është të qenit më të mirë nga ç'duhet. Është të evitoni atë dashamirësinë që të çon deri në naivitet. Po sigurisht jepet mundësia të keni njohje të reja dhe prurje të reja individësh në jetën tuaj që çelin edhe jetën tuaj dashurore, por këtu kujdes sepse varet se kush është ky partner, varet se çfarë ju kërkon, mirë do të ishte të mos përfshiheshit direkt dhe mos të hyni thellë. Ju nuk zakonisht të bëni këtë gjë, por që varet si ju kap momenti. Është një ditë gjithashtu që do kujdes të mos i super idealizoni këta individ që vijnë në jetën tuaj, dhe është një ditë që nëse keni persona të moshuar në jetën tuaj të bëni kujdes me ta dhe me shëndetin e tyre, kështu që në total është kjo, ka këto tipare dita, është e larmishme përsa i përket këtyre gjërave. Kujdes dhe shëndetin tuaj. Përsa i përket ditës së martë, po sigurisht kujdes tundimin, kujdes tundimin, sidomos e ditë që i fundit e thash. Kujdes tundimin, kujdes mëkatin, kjo është letra e mëkatit. Dhe ju thash do keni çështje familjare, do dalin aty në pa. Gabime. Ju thret në gabim dita e martë me pak fjalë, uroj që të mos ja bëni qefin, uroj që të kuptoni se jeni më të fortë se sa tundimi, më të fortë se sa gabimi, më të fortë se sa manipulimi, më të fortë se mëkati, e keni vetë kontrollin e vetes tuaj në duart tuaja, por gjithve që do pini prek sa gjëje, që të theme do bëni dhe pasojat. Kujdesit ashtu me abuzimin e fondeve të caktuara, me abuzimin e postit të punës, do vëni pasojat shumë keq. Mos thoni që s'ju thash. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e vazhdojmë qik në nuk më pëlqej që po i them gjëra të tilla, nuk pëlqej që po vete situata kështu. Por sido që deri juve femrat mundoni të kuptoni se një mashkull i cili është në jetën tuaj nuk i ka qëllime serioze, besoni. Ju mbase e doni këtë gjë, mbase ju gënjen dhe mendja, por nuk çon atje ku doni ju. Ju shikon si objekt luksi, ju paguan sigurisht dhe ju mban për aq sa ofroni dhe aq sa normalisht dhe ja vleni, por jo më shumë se kaq mos kërkoni. Por juve meshkujt vlen e njëjta gjë, do të thotë që një femër po ju shfrytëzon ekonomiko-financiarisht, për sa kohë financoni dhe e mbani çdo gjë është në rregull, por për më shumë nuk ofron dot. Është një femër e tillë. Kështu që kujdes, si meshkujt dhe femrat jeni me këto lloj situatash. A do i kuptoni këto lloj tendenca? Ashtu që është po ju përshkruaj, nuk them se keni kuptuar, por nuk e di pse doni ta vazhdoni. Shikoni vetë rrezin tuaj çfarë t'ju them. Por që ju veçeni femra mos kuptoni më shumë se ai sa ju ofroi, ju veçeni meshkuj edhe ju njëta gjë, përsa ofroni jeni në rregull. Mbaron financimi, mbaron çdo gjë. Se ekziston asgjë më. Prandaj dhe ju them ditën e hënë kujdes shëndeti, se varet me cilat persona jeni përfshirë. Dhe këto lloj personash nuk janë të besueshëm. Nuk i përkasin askujt, kështu që me kujdes. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte përgjigjja është jo. Për çfarëdo gjë kërkoni të arrini, nuk arrihet ende. Do të thonë nuk është situatë në favorin tuaj, është e kohë të kërkoni diçka, është e kohë të mundoni të arrini diçka, ende nuk është momenti. Jo këtë moment, nuk është ky momenti juaj dhe situata nuk i favorizon. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e udhëtimeve të largëta që u dalin shumë mirë. Është dita që favorizon komunikimin, është dita që favorizon turizmin, veçën në botën e turizmit, tregtin, nëse ju punoni me tregti dhe klientel, është dita që favorizon financat që burojnë nga klientela dhe nga
tregtia, në totale të themi po fillon të ndryshojë jeta juaj, edhe pse duket sikur po merr një farë kthese ose një farë orientimi që nuk është se ishte dhe i dëshirueshmi, më i dëshirueshmi nga ana juaj, pavarësisht se po nisni në farë mënyrë që ju nuk është se e dëshironit kështu, aty se ku po ju çon është më mirë për ju besoni. Kështu që keni besim tek fati juaj, lërini të bëj punën e vet, po fillon të ndryshoj fati, po ndryshon me të vërtet shumë, dhe përsa i përket financave, dhe përsa i përket karrierës, dhe përsa i përket dashurisë, dhe përsa i përket gjëve në total. Ndryshe po vinë gjërat. Nuk ju pëlqen juve si fillim, mos tjetër gjë, por që rezultati ka për t'ju vlerësuar goxha, më thënë. Përsa i përket ditës së shtunë, kuptoni që jeta e ka me faza, do me thënë nga njerë mbasin, njerë fitojnë, dhe përsëri fillojmë nga e para, do me thënë, është cikël, ripër të rritës, kështu që për çfarëdo gjëje iku, mbaroi, nuk erdhi, nuk u realizua, kuptoni se është thjesht proces i jetës, është jetike dhe vazhdoni prej këtej jetutje ashtu sikurse ndodh. Pra nuk keni në dorë asnjë gjë. Thjesht duhet shijuar, duhet jetuar çdo gjë në momentin që vjen ashtu sikurse vjen, sepse është e papërsëritshme. Nuk do vi më, nuk do ndodhi më. Por aq kohë sa është mirë ta jetoni ashtu sikurse është, ashtu sikurse vjen. Dhe përsa i përket ditës së diel, ju thash, kushdo ka abuzuar me fatin e vet, me postin që i është dhënë, me fondet të caktuara, me mashtrime gënjeshtër në kësaj çfarë, do të gjendet pas kangjellave. Por tregon gjithashtu edhe se shumë prej jush mund të jeni në një martesë të shtuar, në një familje që nuk ecën, nuk vazhdohet, nuk jep asgjë, në një situatë pra që ndjeni të bllokuar, një marrëdhënie që nuk ju çon gjikundi, dhe jepni fund pikërisht ditës së diel. Përshëndetje, përshëndetje një ujori dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që me të vërtet ju favorizon, dhe juve të djediqë të dy, po dhe juve të djediqë të tretë, sidomos për çështje që kanë të bëjnë me një bashkëtesë, një banes ose një çështje prone, me një çështje trashëgimie, me çështje që kanë të bëjnë me të kaluarën, ndoshta një individ vjen shfaqet nga e kaluara juaj, por nëse është kështu, atëherë i bie që do qëndrojë kësaj here dhe ka shumë gjasa që të arrit të rikuperoni në kohë. Do të thënë do jetë nga ato lloj kthimesh që vazhdojnë, do të thënë, individët bashkë, nuk ndajnë më. Ai çështja për të ndodhur ndodhi, rikuperojnë pra në kohë, ka të bëjë me çështje fëmijërie që i zgjidhni më në fund, do të thënë, kuptoni se pse i keni disa motive të caktuara, pse silleni në mënyrë të caktuar, ndihmon shumë çështje prindërimi. Të kuptoni të jeni prindër më të mirë, ose të arrini të kuptoni prindrit tuaj, me persona të moshuar, pra prindër që keni, gjyshër, çfarë lloji të keni, nuk e di, një farë relate më të mirë, të kuptoni se nga e keni origjinën, nga datoni si linj, shumë gjëra të tilla domethënë. Po sidoqë të jetë stabilizon në pron, stabilizon në çështje karriere, pse jo, stabilizon në marrëdhënie në çift për gjithë juve që mendoni se jeni ndarë me dikë, por mund të kemi rikthime dhe të vazhdoj prej atje ku u la. Të shikojmë se si do vi për secilin prej jush kjo javë, por që në total është javë stabiliteti, stabilizon. Atëherë, përsa i përket parashikimeve të muajit më, ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, dhe përsa i përket parashikimeve tuaja personale, që nëse dëshironi të rezervoni një takim privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita e fillimeve të reja, e mundësive të reja, e mbyll një derë po mapen 10 dyer të tjera. Kështu që mos keni frikë ditën e hënë të ishni dorë nga diçka, sepse vjen diçka tjetër që do të jetë shumë herë premtuese dhe shumë herë më stabilizuese në jetën tuaj. Në qoftë se diçka e merrni vesh, zbuloni, një tradhti, një gënjeshtër, një mashtrim, një manipulim, çfarë gjë qoftë ajo, mos e merrni shumë për keq, madje do thosha thoni dhe faleminderit. Pse? Sepse ju hap syt në kohë për të kuptuar se si loja ishte, për të mos humbur më shumë kohë, duke vazhduar të njëjtën lojë dhe të njëjtën lojë manipulimi. Pra është dita që mbyllet një derë, sikurse thash, për të hapur një derë tjetër. Diçka mbaron për të filluar diçka e re. Të shohim se si do ju preki juve, se si, nuk e di, më shkruani, duhet të më thoni këto gjëra kur ndodhin, që dhe unë të di domethënë se si analizoj ato që analizoj dhe sa realisht zbatojnë si zbatojnë. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që për çfarëdo lloj projekti që keni nisur me far pishmollëku,
mund të jetë një punë e re që keni nisur diku, mund të jetë një marrëdhënie e re që keni nisur me çik frikë, një çështje pune, çfarëdo gjë qoftë pra që e keni me nuk e di se ku po më çon, por nuk ka dhe më kthim pas, do të thosha esti përpara, keni besim se kur rjedha po ju çon, ndiqni rjedhën dhe nuk do gaboni. Lëreni fatin të çojë atje ku e ka rezervuar për ju, keni besim tek ajo çka po ndodh, është mirë për ju, nuk është keq. Kështu që pavarësisht dyshimeve tuaja, apo frikës që keni dhe pasigurisë se ku e gjithë kjo po ju çon për mirë, kjo është vetëm një gjë e sigurt. Kështu që pavarësisht dyshimeve, çdo gjë është në rregull. Përsa i përket ditës së mërkur, këtu vjen edhe finalizimi të tipit ajo që po pyesit vetëm ku po më çon, ku jam, po bëjmë apo bëjmë mirë, ja ku përkthehet me po bën shumë mirë, bravo ja dole, suksese, lart e më lart. Nuk ka më lart se kaq. Me thënë të drejtën, bëni pjesë e një komuniteti të ri, filloni punë ndoshta në një nisni punën në një ambient të ri pune me një kolektiv të ri, me mundësi të reja realizimi. Disa për ju fitoni dokumenta, të që kërkoni vërtet të fitoni dokumenta, çfarëdo gjë ju lidh me komunitetin e një vendi, ndaj edhe karriera puna, sikur se thash, gjitha këto janë në favorin tuaj, por edhe publikisht duket se fitoni një farë vlerësimi, juve që jeni për shembull në rrjetet sociale, juve që jeni personazhe publik, vjen diçka e madhe këtu. Dhe dashuria gjithashtu po. Duhet marr parasysh që edhe përsa i përket aspektit personal vijnë realizime shumë të bukura. Ditën e mërkur, pra finalizimi të thuash për përpjekjeve tuaja. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është riskoj po dhe fitoj. Kujdes, vetëm në qoftë se si ta them, vetëm nëse i keni matur mirë havat tuaja. Po që s'do që t'jetë duat e di çfarë, unë do jem pozitive dhe optimiste për këtë ditën e enjte, do them që çfarëdo lloj gjëje e idhni në zare, del në fitore shumë të madhe. Qoftë kjo dhe pse jo dhe bigjoz, po, pse dhe investim që është bigjoz, lojra fati, fat, është në favorin tuaj. Do të çfarëdo gjëje e tentoni vitën e enjte, dhe që ngjason fatit, lojrave të fatit, bigjozit, tafti bafti, të vej si të vej, duket se ju del shumë mirë. Më pëlqen kjo. Tani fati nuk ka, o të gjitha o asgjë. Edhe ju do i luani ditën e enjte të gjitha o asgjë. Ma them se për shumë për ju është del shumë pozitive kjo, o të gjitha o asgjë. Del të gjitha. Mundësit janë aty për ju dhe ju del shumë mirë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është ajo dita që mundoheni të arrini objektiva dhe me sa duket hasen vështirësi, ose sepse gjërat po i bën në mënyrën e gabuar, ose sepse po e trysloni më shumë fatin nga ç'duhet dhe mundësitë tuaja po ashtu, unë do i thosha merrni gjërat lehtë, por nuk mund t'i shpëtoj asun parashikimit pikërisht të kësaj letre, që ajo çka thotë është se do mundoheni shumë për të arritur objektivin tuaj ditën e premte, do ju dalin shumë vështirësi dhe problematika dhe vonesa dhe bllokesa gjatë rrugës, ajsa do të thoni ç'mu desh, unë sa kisha bërë fare, ose ta dija që do ishte kështu, nuk e kisha nisur. Por është edhe një moment reflektimi të tipit pse duhet të mundohem kaq shumë kur e di që në fillim që nuk do ja dal. Përse të mos e lë për një moment tjetër? Është edhe një ditë e tillë që ju bën të reflektoni në mënyrë të tillë. Por sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e mendo se ja vlen, mendo se ke potencialin, mendo se e meriton, hajde merre. Është pikërisht kjo lloj dite, po, kështu si po ua them. Nëse mendoni se keni potencialin e duhur, nëse mendoni se është për ju, nëse mendoni se ju takon, tregojeni veten, aftësinë tuaj, guximin tuaj, ecni dhe merrni atë që ju takon. E njëjta gjë edhe për personat që do ju kërkojnë një mundësi t'u ofroni. Duhet që t'ju tregojnë se vlen vërtet. Ta zënë, vjen një person dhe pretendon se mund t'ju realizoj në jetën tuaj personale. Më jep një mundësi dhe të tregoj që unë vlej, që unë mund ta ndryshoj jetën tënde, që me mua do jesh i e lumtur. Më jep një mundësi të tregoj që me mua punët do të ecin shumë mirë, ose investimet me mua do të ecin, duhet të tregoj potencialin dhe forcën që ka. Ndryshe asnjë gjë nuk bëhet, asnjë gjë nuk realizohet.
Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është një ditë që sinjalizon fatin, premton fat. Okej, do me thonë që do ju ndjeki prej këteje në vazhdim. Dhe nuk është një ditë, janë ditë të tëra, muaj të tërë, periudhe të tërë do thoshe, por që nis pikërisht ditën e diel. Më pëlqen, shumë më pëlqen. Përshëndetje, përshëndetje një peshë dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiakorët, në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e cila është e rëndësishme edhe për ju, ju ndihmon të stabilizoheni goxha. Ju ndihmon të stabilizoheni në çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet tuaja pikë së pari motra vëllezër gjitoni, nëse ka pas diçka që nuk ka shkuar siç duhet, të blini një makinë të re, pse jo, ju favorizon goxha, të bëni një udhëtim që keni dashur prej kohësh ta bëni, të rishikoni dhe një herë klientelën ose të thuash shërbimet që klientelës tuaj i ofroni. Juve që punoni në telekomunikacion të keni ide të cilat çojnë përpara punën tuaj, juve që punoni me turizmin ose me të huajt në total, edhe kjo gjë do të thonë ju favorizon që të stabilizoni punën tuaja. Juve që jeni botues, juve që jeni shkrimtar, punët ju ecin mirë, do me thënë në total le të themi që është një javë e cila favorizon dhe stabilizon objektivat tuaja, pjesë më të madhe prej jush, do qik kujdes vetëm aty afër datës nga data 17 me çështje paraje, vlerash morale, aty mund të keni bërë ndonjë gabim dhe të dalin në pak, por që prapë ju ndihmon të korrigjojeni. Në total nuk është një javë e keqe, do thoshim, në total. Tani, përsa i përket muajit, sigurisht e gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Përsa i përket parashikimeve personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290. Tani, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është një ditë që e para njerë favorizon punën mendore, ose çfarëdo gjë ka të bëjë me se thuash ide të rëndësishme që keni lidhje me punën tuaj dhe që i komunikoni, nëse i komunikoni atje ku duhet, duket se ju hapin dyer drejt një nuk e di, arritje e goxha të rëndësishme në punën tuaj. Gjithëve të paktën që punoni me tru, ose që keni punë mendore më tepër, punoni me ide, punoni në reklam, ta zëm, jeni programues, jeni transmetues idesh, jeni folës, çfarëdo gjë që jeni dhe keni ide në lidhje me punën tuaj, nëse tash i komunikoni atje ku duhet, atëherë arrini rezultate që as vetë nuk kishit pritur, madje duket se i hapni ose i krijoni vetes mundësinë për të stabilizuar diku mirë, të jitni rënj mirë diku. Një kjo, dy, përsa i përket çështjeve të shëndetit, juve që keni pas probleme me shëndetin, duket se rikuperoni dhe nuk do keni më probleme prej këtij në vazhdim. Dhe në total dita e hënë, me çfarëdo gjë është bisedoni, diskutoni, vendosni, duket se arrini të stabilizoheni. Kjo gjë vlen edhe përsa i përket marrëdhënieve tuaja në çift. Përsa i përket ditës së martë, ditën e martë nuk do ju thosha merrni vendime të rëndësishme, do ju thosha thjesht pyesni veten para se të veproni, para se të merrni një vendim të rëndësishëm, çfarë doni, si e doni, çush e doni. Ju përshtatet, nëse shikoni se akoma nuk jeni gati për të nisur diçka të re, nuk jeni gati të bëni pjesë të diçka të re, mos e tentoni. Prisni momentin tuaj. Të gjitha mundësitë janë aty, por mirë do të ishte që të veproni atëherë kur ju jeni tamam gati. Mos e frustroni veten tuaj. Pra, asgjë nuk humbisni. Nëse nuk vendosni për diçka me se s'bën ditën e martë, edhe nëse ju kërkohet të poziciononi lidhje me diçka, nëse nuk ndjeni gati, nuk jeni gati, nuk e shikoni veten për të marrë një vendim asaj dite, mos e bëni. Kaq gjë e thjeshtë. Nuk humbisni asnjë gjë, madje do thosha që më vonë, kur ju të jeni gati, atëherë vjen edhe suksesi i vërtet. Përsa i përket ditës së mërkurë, tu diskutojmë për një fejes, martesë, bashkëtesë, për një marrëveshje pune shumë të rëndësishme, një kontratë shumë të rëndësishme pune, kështu që çfarëdo gjë ka të bëjë me aspekt personal dhe profesional, të dyja këto duket se ju stabilizojnë diku shumë mirë dhe do zgjasë shumë kjo gjë në kohë. Përsa i përket, do të lumtur një martesë, nëse do ndodhi, do jetë fatlu me një bashkëtesë, janë gjëra të bukura këto që zgjasin në kohë. Përsa i përket ditës së enjte, kujdes iluzione, kujdes mashtrimet, kujdes gënjeshtrat, jo çdo gjë që
ju prezantohet në një farë mënyre, është realisht ashtu sikur se duket. Këtu diçka është gabim. Dhe ju thash, kujdes sepse dhe mund të bëni gabime gjatë kësaj jave. Kështu që kujdes me iluzionet, me gabimet, me gënjeshtrat, mos besoni çdo gjë që ju thuhet apo premtohet, sepse normalisht është thjesht një kurth. Kujdes pra me ditën e njëjtë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është po e njëjta gjë, është pjesë e kurthit. Pjesë e kurthit që mund të jetë kujdes tradhtim, kujdes financat, gabim me financa, mos jepni hua atje ku nuk duhet, mos merrni huan nëse nuk i ktheni dot më mbrapsht, kujdes të mos bëheni personi i tretë dashje pa dashje në një marrëdhënie ekzistuese diku, kujdes me gjëra të tilla. Për sa i përket ditës së shtunë, janë gabime këto që kushtojnë kohë. Për sa i përket ditës së shtunë, do të thosha po të njëjtën gjë, domethënë e njëjtë, e premte e shtunë janë të njëjtat gjëra. Dhe nëse keni pasur tendenca edhe në të kaluarën për problemet, për të sjellë problemet këtu në jetën tuaj, çfarë të them? Kujdes maksimal. Është më mirë një moment që do të reflektoni mos të përsërisni më këto gjëra se sa të veni pas tundimit dhe përsëri të bëni po të njëjtat gabime. Kujdes me ditën e shtunë, mbroni portofolin tuaj, interesat tuaja, janë probleme këto të cilat kanë qenë dhe më përpara, vazhdojnë të jenë, keni mundësinë që të ndryshoni gjërat, se sa do e realizoni këtë gjë, nuk e di sepse varet nga vullneti juaj i madh. Ne merrem kurrente e premte shtunë, por për sa i përket ditës së diel, dita e diel përpara shko. Nuk e di se çfarë do mbyllet këtë javë në jetën tuaj, nuk e çfarë gabimesh do bëni që do ju detyrojnë të ose do të detyrojnë të tjerë të mbyllin marrëdhëniet e tyre me ju apo ju me të tjerët, por gjithçka ju çon drejt një realizimi tjetër, diçka më të madhe. Kështu që fakti po ju thëret, vendimet që merrni janë fundamentale, domethënë nuk ka më kthim pas dhe synojnë të ardhmen. Këtu e diela thot para ec dhe nuk ka më kthim pas. Çfarë do të jetë? Akoma mbetet për tu parë, por e ardhmja ju thëret. Dhe kjo është edhe një gjë e sigurt.